Baba jam, për shembull, baba jam sot çdo mëngjes, jo sot sepse është muaj i shejtë Ramazanit, por çdo mëngjes ai e pin kafen e parë të mëngjesit e pin me babën e hojës. Çdo mëngjes e pin kafen me babën e hojës. Kemi eksperienca të ndryshme. Për shembull, unë jam rrit me një familje që vërtet çështjen e dialogut, çështjen e dashurisë fetare, neve na u ka mbjellën në trup edhe në zemër. Unë e kujtoj shumë mirë, kemi pas disa 4 familje, kemi pas të bartë në besimit ndryshëm. Shumë raste kam qenë i vogël, kur ne i ndalim gjys për ne, gjys për ta gjëra që i bëni për vete. Ose për shembull tash, për shembull në dhjetore kam bërë një operacion për shëndetin të dyqan, edhe kush ka qenë pas familjes teme që më ka telefonu, ka qenë një sheh nga Gjakova që më ka telefonu, do të thonë si je, si shkoj operacioni, si një është tash, a ki nevojë për diçka, ose ta thënë një eksperiencë edhe tjetër. Baba jam, për shembull, baba jam sot çdo mëngjes, jo sot sepse është muaj i shejtë Ramazanit, por çdo mëngjes ai e pin kafen e parë të mëngjesit e pin me babën e hojës. Çdo mëngjes e pin kafen me babën e hojës. Edhe e këtone kur kthena vërtet, është e pamundshme për të pikë Kosovë që mos t'i takoj vllaznit, hoxhallar ose shkëlqy. Është e pamundshme. Ne jemi rrit ne këtë frymë, jemi formuar këtë frymë. Fryma krishtere edhe fryma e traditës shqiptare. Prandaj disa gjëra që për shembull mram shkova të kërkoj disa gjëra në internet, për mua vërtet që bëjnë keq, si shqiptar më bëjnë keq. Bëjnë keq si krishterë më bëjnë keq. Janë të papranueshme, ke parasysh, janë të papranueshme. Sepse ne kemi një frymë tjetër, kemi një formim tjetër.